Nën, po të shkruaj në dritën e këtij feneri që bofiket, por me një zjarr në zemër që nuk shuhet kurrë. Nesër, kur agimi të zbardh majat e maleve, ne do të nisemi drejt betejës së fundit. E dashur nën, mos qaj për mua nëse emri im mbetet I gdhendur në një gur mali. Nëse nuk kthehem për të puthur duart, dije se e desha lirim po aq sa të desha ty. E desha këtë tokë sepse këtu dëgjova ninullat e tua. E desha këtë qiell sepse është po aq I pastër sa sytë e tu. E mos mbaj zi për mua, por mbaje kokën lart. Çdo lule që do të çej në pranverë do të ketë brenda pak nga buzëqeshja ime. Ti linde për të qenë I lirë pirim. Dhimbja është e madhe, por krenaria është më e madhe se ky mal që na dha. Zoti kur vjen pesaj, zemra më mbushet me emocione të forta. Nga një rast I dhimbje për humbje të tij, por nga ana tjetër krenari pafundme që janë pasardhëse e një heroi. Të imperial motoriste madami, dhe ata ucidon maleve për jetë. Mami, pse sot është ditë e veçantë? Sepse sot kujtojmë dëshmor ata që sakrifikuan gjithçka për vetin tonë. Jeti jeton të lirë, në flamurin tonë, e zemër plot krenari. Shumë I të mëkar, një trim ishte vrarë, që luftonte për me ta, e kishe emrin partizan. Spritën që nga mani na sotë njerin, edhe pa jetën o për Shqipëri. Në një vlerë vendosin sot, me kujtim dhe me respekt, për ata që dojnë gjithçka që ne tjetër dyqet. Adheu nuk është thjesht tokë nën. Adheu është e ardhmja e këtyre fëmijëve që do të rriten pa frikë. Unë po shkoj, që qielli I nesër mos të ketë re.